Qeveria shqiptare do të financojë kontratën koncesionare me partneritet publik-privat për ndërtimin e inceneratorit Fantazëm të Tiranës edhe 30 milion euro për periudhën 2026-2028, sipas të dhënave zyrtare në projekt buxhetin e vitit 2026. Edhe pse impianti nuk po ndërtohet, qeveria vjon të kryejë pagesat me një korrektësi të lartë në të gjitha kontratat e tjera të investimeve publike. Këto pagesa vinë në një kohë kur nuk është bërë asnjë investim për impjantin, ndërsa mbetet e kryeqytetit vazhdojnë të depozitohen në landfillin ekzistues të Sharrës. Ministria e Financave më parë justifikoi vazhdimin e financimeve me nevojën për të respektuar detyrimet kontraktuale dhe për të shmangur penalitetet, duke pranuar dobësitë e kontratës ku fondet disbursohen pa kuotat e punimeve. Kjo ndodh edhe pse ligji organik i buxhetit dhe një seri udhëzimesh nuk lejojnë pagesa buxhetore pa një situatë punimesh. Deri në 22 tetor 2025, buxheti ka dhënë mbi 8.9 miliard lek, ose mbi 90 milion euro për ndërtimin e objektit që nuk ekziston, sipas të dhënave nga Open Data Albania. Ndërkohë, Bashkia e Tiranës përfshin çdo vit në planifikimet buxhetore shuma të konsiderueshme për shërbimin e pastrimit dhe menaxhimin e mbetjeve, ndërsa kontrata e inceneratorit parashikohet të përfshijë edhe fazën e djegjes me prodhim energjie, fazë që ende nuk ka nisur dhe deri tani ka djegur vetëm fondet publike. Qeveria shqiptare në vitet 2016-2017 planifikoi ndërtimin e 3 inceneratorëve në Elbasan me kapacitet 140 tonë në ditë, në Fier me kapacitet 200 tonë në ditë dhe Tiranë me kapacitet 920 tonë në ditë. Inceneratorët në Elbasan dhe Fier janë financuar me skemën e partneritetit publik-privat. Tashmë janë jashtë funksionit pasi rezultuan tërësisht kontratat korruptive të vërtetuara nga hetimet e SPAK. Kontrata e inceneratorit të projektuar në Tiranë është aktive dhe financohet përmes një koncencioni 30 vjeçar me vlerën 128 milion euro, shumë kjo që alokohet tërësisht deri në vitin 2028 dhe deri më tani janë dhënë më shumë se 70% e fondeve parashikuara. Qeveria programoi se kapaciteti i 3 inceneratorëve së bashku është sa 43% e totalit të mbetjeve që gjenerohen në të gjithë vendin, por tani mos funksionimi i tyre ka futur vendin në një emergjencë mjedisore dhe pa një vizion të qartë se do të vazhdohet, përderisa vitin që vjen mbetjet e gjeneruara në Librazh dhe Elbasan Fier o të depozitohen në Shkodër.